Pas një procesi që zgjat për afër një dekade, Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin, të akuzuar për ekzekutimin mafios të ish kryekomisarit Artan Coku. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm për Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin për akuzën e vrasjes së punonjësve të policisë së shtetit, kryer në bashkëpunim, si dhe për mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Nga hetimet rezulton se kryekomisari Artan Coku, i cili ishte larguar në atë kohë nga detyra për shkak të ndryshimeve në polici, u ekzekutua në derën e pallatit ku banonte, mbrëmjen e 8 prillit 2017 në Tiranë. Rezulton se Bledar Jambelli, i cili cilësohet si financues dhe organizator i vrasjes, është një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe ishte në ndjekje penale në vitet 2000 dhe 2012 nga policia e Vlorës dhe ishte arrestuar në atë kohë për vrasje të dyfisht, në kohën kur drejtuesi i policisë së Vlorës ishte Artan Coku. Në atë kohë, Bledar Jambelli gjatë qëndrimit në paraburgim ishte betuar se do të hakmerrte ndaj drejtorit të policisë së Vlorës dhe për këtë arsye, sipas hetimeve të prokurorisë, në vitin 2017 rezultoi se përgatiti dhe porositi vrasjen e kryekomisarit Artan Coku. Ai lidhi një marrëveshje me shtetasin Kristaq Leci dhe po ashtu edhe me Mikel Shallarin, të cilit ju premtua një pagesë për afër 20.000 eurosh, shumë që do ta merrte pasi të kryente vrasjen. Sipas hetimeve, Kristaq Leci e pajisi Mikel Shallarin me 2 armë pistolet, me të cilat kreu vrasjen e kryekomisarit me 8 plumba. Aktualisht Mikel Shallari mban statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Për shkak të bashkëpunimit me autoritetet, ai u dënua me vetëm 10 vite burgim. Nga hetimet e prokurorisë rezultoi provuar çdo dyshim se vrasja u krye me dashje, në formën e paramendimit të shtyrë për motive hakmarrjeje dhe për motive përfitimi të 2 bashkëpunëtorëve, Bledar Jambelli dhe kushëririt të tij, Kristaq Leci.